Në një atmosferë reflektimi dhe vlerësimi u përrua vepra të zgjedhura në fushën e sizmiologjisë e akademikut Eduard Sulstarova, i cili ja kushtoi jetën studimit të rreziqeve natyrore dhe sigurisë së jetës njerëzore. Botimi përmbledh kërkime dhe analiza që kanë ndikuar në zhvillimin e sizmiologjisë në Shqipëri. Profesor Niko Pojani vlerësoi rëndësinë e punës shkencore të Sulstarovës, duke theksuar se ajo mbetet aktuale në një vend të ekspozuar ndaj rreziqeve natyrore. Vepra e profesor Sulstarovës është e gjithanshme në sferën e sismologjisë, jo vetëm në kuptimin shkencor, por edhe të organizimit, drejtimit të këtij fillimisht shërbimi sismologjik dhe më vonë pastaj u kthye në një aktivitet i mirëfillt të shkencor dhe me vlera konkrete, praktike, inxhinerike për vendin tonë. Ai ndaloi edhe te përmbytjet e fundit, duke theksuar se ndërtimet pa standarde rrisin drejt për drejt riskun. Ndikim për mua, sikurse thonë edhe specialistët, kanë luajtur ndërtimet pa kritere urbanistike dhe të mbrojtjes kundra përmbytjeve. Kështu që gjithë kjo kërkon tani një rishikim të gjithë planeve rregulluese dhe urbanistike të qendrave të banuara në mënyrë që të shmangim sa të jetë e mundur më tepër ato që shohim me keqardhje në televizor. Ceremonia ishte një homazh për akademikun dhe si kujtesë për përgjegjësinë shkencore e institucionale përballë sfidave natyrore që përballet vendi ynë.